Mirë mbrëma me që të dashur të emisionit Distrikt, po takohemi përsëri në një tjetër edicion të këtij emisioni, ku sonte gjithçka është një hyrje. Jemi në një prej ambienteve më të bukura të Prishtinës, në fakt në zamër të Prishtinës, te Hotel Merkuri, ku sonte do të realizojmë një intervistë, jo si zakonisht apo si çdo herë siç jemi mësuar ta shohim. Me mua sonte kam kënaqësinë që është Ardian Hoxha. Ardian, mirë mbrëma dhe mirë se vjen. Mirëmbrëma, edhe unë kisha me thonë që nuk është e zakonshme, po është e jashtë zakonshme. Faleminderit. Është pak speciale në fakt, sepse në të gjitha intervistat dhe podcastet që jemi mësuar me të po, zakonisht flet gjithmonë për atë që ndoshta njeh më së miri, fushën e biznesit. Je sipërmarrës për gjithë ata që mos tham nuk njohen, por nuk e dini dhe aq mirë shumë bizneseve të ndryshme në Prishtinë. Na trego pak më shumë se cila i flan pak më shumë në zemrën ndoshta Ardianit për këtyre bizneseve. Po, secila e ka atë dashurinë e vet, si fëmijë, për një prind që janë secilin e don në mënyrën e vet, edhe kompanitë, domethënë secila janë në mënyrën e vet, sepse edhe kompanitë sikur njerëzit e kanë ciklin jetësor. Domethënë është ajo faza ku është sigur mbar këtnanës, që është faza ku është u kriju kompania, po akoma s'ka fillu me operu, s'ka fillu me shitje, me ofrim të shërbimeve produkteve. Tani është ajo faza ku, domethënë, posa lind, që prap duhet me i nejt gati, duhet me ushqysi bebën, duhet mos felon me usmu e kështu me radhë. Njëjtë edhe kompania, pastaj është ajo faza ku fillon me urrit, është faza e maturitetit, edhe tani ajo faza e pleqërisë ku e lëshojnë lërë pronart, menaxhmenti, punëtor. Kur është faza e pleqërisë? Edhe, po krejt në varët, domethënë, është sikur të njerëzit, po, domethënë, të njerëzit që nuk përkujdesen për veten, hanë ushqim pa lidhje, abuzojnë me substanca, me alkool, me gjana. Domethënë, kemi njerëz që vdesin para kohës. Edhe kompanitë, domethënë, nëse nuk i nën gati, nuk e mon fit, nuk përkujdesesh për te, për shëndetin e kompanisë, domethënë, edhe ato munden me bankrotu para kohës. Ardian, po ti din më së miri, ndoshta se ke filluar në një moshë të re të merresh me biznes, apo jo? Sa vite tash sakt? Po, bizneset personale, domethënë prej vitit 2003, po jam rrit në bizneset të familjes, në argjentari kryesisht, të baba i ndjerit, të axhallart, e kështu me radhë, muj me thonë që kam lind në biznes edhe jam rrit në biznes, po ashtu edhe jam shkollu për biznes, domethënë edhe fakultetin e kom mbaru për administrim biznesi, po edhe magjistraturën, domethënë Executive MBA, që është master praktik, jo teorik, për biznes. Ne zakonisht të kemi dëgjuar dhe kemi pa shpesh duke folur në fakt për strategji të ndryshme të biznesit. Më intereson me ditë me që jemi në distrikt dhe distrikt ka një karakter të showbizit më shumë, do të dalesha pak të Duplexi. Hapja e Duplexit, a ka qenë një strategji apo një plan i pa planifikuar, ndoshta, një plan i pa planifikuar, një diçka që veprim që nuk i ke planifikuar dhe aq mirë. Mas fori për distriktin, edhe distriktin pëlqen shumë, se kemi pas njën prej bizneseve që ka pasur në distrikt, ku përpara ka qenë Duplexi. Duplexi realisht e para ka lind si nevojë, sepse unë si i ri, domethënë kam shëtit në venet të ndryshme të botës, kam pas shoqënina për venet të ndryshme të botës, edhe në rajon, edhe kur shojsha me i vizitu këta shok, më qeshin vende fantastike, diskoteka të mira, kafiqa të mirë, restorane të mira, kështu me radhë. Kur vishin në Kosovë, vike marre, ku mi qu. Edhe ka qenë përpara sprej, ku të më dhënë ka qenë vene i vetëm me thonë, që realisht të më dhënë ka pasë muzikë të mirë, ka pasë zërim të mirë, po gjithë shka tjetër, të më thonë katastrofë, muret katastrofë, ka qenë dyshan ko dhe shke me prit për një pije gjysore, toaletet, që me thonë, gërdijet me ambient ma shumë toksik se sa më knaqë. Katastrofë, të më thonë, që ajo ka qenë. E tash kur më vishë musafir, marrë ku me i qu. Edhe thash, ka me bo një vend, që kur të më vinë musafirët, më thonë, wow,
domethënë se kemi prit në Kosovë me pas kësaj vendi. E dyta, na jemi popull shumë i bukur, domethënë me femna të mira, me moshë të mirë, edhe kemi çka me i kallëzu botës. E treta, domethënë edhe na që jetojmë këtu edhe na morëm u kënaq me dalë në vende të mira. Se në fakt çdo njeri ka nevojë pak për këtë kohën e shprenimit, ndoshta apo kënaqësisë siç janë edhe klubet e natës. Po Ardian, si e përshkruan ndoshta atmosferën e një nate tipike në Duplex që të ngjason ndoshta me ato mbrëmjet që ke kalu jashtë vendit të ne? A e bën më të veçantë kur jemi brenda kufijve në Kosovë? A jena pak më ndryshe? A e cilëson si pak më kompleks? Si popull më kompleks, apo që kënaqemi më shumë? A ka ndryshuar në fakt kjo ndër vite? Sheve, domethënë çdo shtet, çdo popullat i ka ato karakteristikat e veta. Ne nuk dallojmë prej popujve tjerë dhe na kemi qef me u kënaq. Edhe mendoj që e meritojmë me u kënaq edhe na, edhe pse kemi pas të kaluara, shembull para luftës, ka qenë domethënë situatë shumë më e rrezikshme. Nuk kemi qenë liri, e tash e gëzojmë lirinë edhe e meritojmë edhe na. Ndoshta kjo është edhe njëra prej arsyeve që jena mjaft qeflin, kena qef me dalë. Po them, për shumicën e popullit nuk hezitojnë me dalë natën edhe janë që i frekuentojnë shpesh klubet e natës. Po, definitivisht edhe domethënë nuk dallojmë shumë me vende tjera. Çka dallon është që në Kosovë, për shembull, nuk ka shumë përfaqësi të brendeve, zakonisht janë ose në Shqipëri ose në Serbi për Kosovën, domethënë shumica e brendeve. Zyrët kryesore, qoftë për shembull Philip Morrisi ose Heinekeni ose krejt këto brendet botërore, nuk janë me përfaqësi kryesore në Kosovë, për Kosovën. Ndodh janë? Po, e para treg i vogël, e dyta domethënë më herët i kanë marrë përfaqësit edhe për Kosovë. Për shembull ka vende të botës që ende ose kompanitë ende e konsiderojnë Kosovën pjesë Serbisë, të tjerat që thonë, ok, këta shqiptar, hajde ma let me një. Domethënë është Red Bulli me sa e di që është e vetmja, po prap është në lidhje me Shqipërinë. Kështu që ajo është një ndikim shumë i madh pse domethënë nuk munden me u bë disa prej evenimenteve, disa prej partive, qysh janë në vende më të mëdha, sepse kërkojnë buxhete. E këto buxhete zakonisht domethënë vijnë prej këtyre brendeve që kanë buxhete të mëdha të marketing. Kur jemi te kjo pjesa e marketingut, do të ndalesha pak edhe te kjo temë e influencerëve në ditët e sotme. Në fakt, që pikërisht do doja me diskutu sonte pak më shumë, është se po kthehet çdo influencer në biznesmen. A është e mundur kjo? Edhe më intereson me ditë pasi që ti kur ke fillu bizneset nuk ka pas marketingu gjithmonë duhet me u investu në fakt, nuk është se po zbulojmë diçka të re sonte, po jo ndoshta deri në këto përmasa që kemi arritur sot që gjithçka po bëhet marketing. Shëve, në fakultet, në vit parë, në orën e parë të marketingut, shkruajke që një kompani pa marketing është si një djalë m'ia bë me sy një vajzës në një dhomë të errët. Djali ja bën me sy, ajo se sheh. Kështu që edhe një kompani pa marketing është domethënë sikur m'ia bë me sy dikujt në dhomë të errët. Kështu që duhet patjetër marketing, po gjithçka evolon, siç ka evolu teknologjia, siç kanë evolu domethënë pajisjet e mençura, telefonat e mençura, smartphones, siç kanë evolu rrjetet sociale, mediat e kështu me radhë. Domethënë përpara ka pas gazeta që janë shtyp kështu me të vjetër. Tani ka dalë televizori, tani radio, tani ajo, tani kjo. Kështu që gjithmonë ka evolu. Edhe bizneset edhe individët, domethënë sipërmarrësit, ndërmarrësit, duhet me evolu, me hec me kohën, me u përshtat. Po e lidhe këte, Charles Darwin, domethënë ne kemi mësuar biologji në klasë 6 në zgabofsha, ai është njoft për teorinë e evolucionit, që njeriu vjen prej majmunit. Po çka është teoria më e rëndësishme e tij që speciet
apo organizmat që përshtaten mbijetojnë. Domethënë species that adapt, survive. Mbjetojnë kohës ndoshta. Mbjetojnë kohës, domethënë ato gjallësa që përshtaten me ndryshimet që ndodhin, domethënë ato mbjetojnë, të tjerat vdesin, nuk mbjetojnë. Kështu që edhe bizneset, edhe ndërmarrësit, po edhe të profesioneve tjera. Në fakt edhe nëse nuk është fare në profesion, po na duhet me u përshtatet edhe në shoqëri edhe në rrethana të ndryshme. Domethënë duhet me u përshtat që me pas sukses. E gjithmonë, domethënë këto ndryshimet që ndodhin janë një mundësi, janë një opportunity. Po. Edhe pse janë sfiduese, janë të bukura në një farë forme. Se thuhet që e vetmja gjë që nuk ndryshon kurrë është ndryshimi. Vazhdimisht ka me pas ndryshim. E shumica e njerëzve e kanë frikë ndryshimin. Pse? Sepse është një panjohur në të ardhmen. E në vend se me pas frikë, na duhet me përqafu, to embrace it, në mënyrë që me përfitu nga ai ndryshim. Se nëse e dim që shumica po tutkan, i bjen që një pjesë e vogël nuk tutën. Ose e gjejnë guximin në fakt, se gjithë po mendoj që e kemi një farë forme këtë frikën e ndryshimeve dhe të panjohura. Edhe domethënë e shfrytëzon si mundësi, i vjen që ka më pak konkurrencë. A ke pas Ardian vetë personalisht nuk po dyshoj që s'ke pas raste që je ndikum fakt prej këtyre marketingeve dhe ke përdorur ndoshta një influencera apo influencer për marketing të njërin prej bizneseve tua, posaçërisht po ndalemi te duplexi ndoshta ose sushiko kur ndoshta një vajzë ka postu diçka dhe ke pas një fluks të madh të njerëzve. A ka pas raste të tilla që ti e ke vrejt personalisht? Po, domethënë ne e kemi pas fatin një farë mënyre që sidomos artistat përmes duplexit i kemi miq më të mirë sepse kemi bashkëpunuar domethënë që 8-19 vite. Edhe një pjesë e madhe domethënë në duplex e kanë filluar karrierën. Kështu që edhe për bizneset tjera domethënë e kemi pas atë afërsi e ka ndodhur besa ka ndodhur ndoshta edhe pa pagesë, si miq që kanë qenë musafir të na edhe kanë postu. Ka pas më shumë kësi postime si mirëbesim, mirëkuptim, një po marketing, gjithashtu është ky gjithçka në biznes. Është ky gjithçka në biznes, po jo gjithmonë, domethënë është hajde që po postojnë në diçka edhe pagujem, se jeta është e gjatë edhe domethënë a ka raste të tilla? Ka raste të tilla, për shembull e patëm me Dafinën, tash që është edhe faktu banal, edhe kish porosit për ngrinën protein, edhe kish postu, ama ajo ka postu prej qefit. Domethënë edhe ndoshta prej shoqënisë, respektit, edhe çat ditë kemi pas edhe shitje më shumë, edhe domethënë kështu followers më shumë. Mirë po, te puna e influencers, duhet me pas parasysh që influencers janë sikur një infuzion që e merr, sikur një boost që ja jep, po që është afat shkurte dhe duhet seni kryesor me qenë produkte apo shërbimi me qenë i mirë. Po, në raste si Dafina, nuk po besoj që ka shumë, se Dafina tash e ka kriju një farë stabilitete si në karrierë, si ndoshta edhe financiar, po kështu po flas në përgjithësi, tash çdo gjë po kthehet në biznes. Po. Edhe bilet shumat janë goxha të larta. Ndoshta deri në 10.000 euro paguhet një video në rrjetet sociale. Sa ke shpenzuar në influencer të tillë ose në marketing të tillë? Po, domethënë ne zakonisht fokusohemi te produkti, te shërbimi, sepse domethënë edhe nëse bën miliona shpenzime në marketing dhe nëse produkti apo shërbimi që ofron nuk është i mirë, domethënë ajo është shumë afat shkurte. Kështu që nëse këtë pjesë e ke bërë mirë dhe duhesh me i tregu më shumë njerëzve që ti ekziston si kompani, si brand, atëherë ja vlen. Për ndryshe, domethënë, mendoj që gjitha investim që kish me qeni planifikuar, ato ka 10.000 ka kështu, nëse investohen në shërbim, në punëtor më të përgatitur, në cilësi të produktit, domethënë kish me qenë shumë më efektive se sa vetëm një marketing, sepse ky lloj marketingut është afat shkurt. E marketing do të më bëj vazhdimisht, mirë po jo me pas marketing të madh e produkt jo të mirë, sepse
shembull, kanë me të ardha ata klienta, kanë me ble produktin apo shërbimin, mirë po, kanë me u zhgënjy edhe domethënë kur nuk vinë më. Kështu që pastaj një fjalë e keqe shpërndahet shumë më shpejt se një fjalë e mirë, kështu që nëse ata nuk janë të kënaqur edhe e shpërndajnë fjalën, domethënë nuk ka shumë jetë të gjatë ai biznes. Në të mundesh me uri më këmbë. Po. Sidomos të nanë, po. Rasti i fundit që kemi pas me influencers ka qenë me Albafon, ku disa tiktokera i patëm angazhu për Albafon Të mundesh me kërma. esim, po kanë qenë besa prej Liberta Spahijut te ky djale që ishte në Big Brother, ky tiktokeri që kanë ata çift këtu në Kosovë, që batën me fitimi. Ata dy djamët. Po, njëni prej atyne, pastaj kanë qenë edhe disa vajza, përveç tash nuk kombitohen emrat, po janë disa prej tyne që i kemi ashtu, edhe kam pas, domethënë, për atë kohë, po kam pas rezultat, po domethënë janë rezultata pa të shkurta dhe duhet vazhdimisht me bë. Mirë, po me ndërlidh me këtë. A ka pas raste që ndoshta ke marrë një influencere ose influencer dhe të ka kthy për ngës diçka, nuk ka pas fare rezultate dhe ka shku keq? Po kemi pas raste edhe me kështu që nuk kam pas risk shumë të madh. Kështu që ndodhin ato, ndodh ose për shkak të atij personi ose audiencën që e ka ai person nuk përshtatet me brandin apo me shërbimin, ndodh që algoritmi nuk e ka qit mas mirë te kështu me radhë, domethënë ka arsye të ndryshme, nuk është gjithmonë sukses i garantuar influencerit. Dhe vlen me theksu që influencer janë një lloj i ri i marketingut, i mediumit, siç janë rrjetet sociale, siç janë radio, siç janë televizione, siç janë portalet, gazetat që kanë dalë për përdorimin në Kosovë e kështu me radhë. Apo shkojnë të dalë prej përdorimit edhe media të ardhian tash në këtë konkurrencën e kanaleve në YouTube, rrjeteve sociale, mediat po shkojnë edhe duke u tur në një farë forme, sepse gjithçka tash kushdo që dëshiron, në fakt, e ka mundësi me u bë kushtimisht po them një lloj gazetare, sepse po janë bërë shumë podcaste, janë bërë shumë kanale në YouTube, që secili ka dëshirë dhe ka mundësi me shpreh atë talentin e vetë me një farë. Valenca në hasi ka fajet, që ja ka nis me rrjetet sociale. Jo, mendoj që vlen edhe për mediat ajo që e thash më herët. Që nëse nuk përshtaten, nëse nuk hecin me kohën, nëse nuk adaptohen me trendet që po ndodhin, shkojnë në shuarje. Ka ndodhur me gazetat, që janë shuk këtu në Kosovë. Ka ndodhur me shumë kompani të botës, për shembull na e dim kompania Kodak. Domethënë ka qenë gjigante, ka pas 99.7% të tregut të botës. Edhe kur ju ka ofru atyne si kompani për me i bë aparata digital, e kanë qyrë sa ka 0.3% treg në botë. Lese kur gjë s'është punë atyne. Edhe ndodh që pikërisht qëto aparatat digital, domethënë i kanë bankrotu një kompani multimiliardëshe. Një kompani gjigant, ka qenë monopol, kanë qenë në krejt botën, domethënë aparatat Kodak me filma, kanë dalë prej përdorimit. Apo ka raste tjera si, për shembull ka qenë një kompani Blockbuster në Amerikë, ku kanë dhënë filma me kaseta, tani ma vonë me CD, me DVD, me qira. Si videokluba që janë konë këtu të na për para. Netflixi ka shku me ju ofru për me blej ata. Edhe ata kanë kesh, janë talë me Netflixin, e Netflixi do më thënë i ka bankrotu ata. Ka shumë rastet të tilla, kështu që edhe mediat, nëse nuk përshtaten, nëse nuk gjejnë model biznesit të përshtatshëm me kohën që po jetojnë, e bile pse jo edhe me i përcjell pak trendet, me ju paraprit gjanave, me i dhon kohje vet ata, domethënë edhe ata mund me dalë prej tregut edhe mos me ekzistu më. Po, në fakt, flitet, nuk e di se sa mundet me edhe sa vite ndoshta do të jetë kjo forma e podcasteve ose rrjeteve sociale, ka lë fazë eksperimentale. Sepse tash domethënë është mundësia me personalizu secili kontentin që don me
me përdor, me Biznesin e vet ose po. Jo, e kam fjalën ne si përdorus, për shembull, çka dojmë konsumu si content, na e zgjedhim vetë. Kurse në televizor është çka të shërbehet. Po. Sikur në restoran. Për shembull, me shku me një restoran edhe çto hane. e keni menu që Po, çto restorani vendos çka me hongër, ose në anën tjetër na zgjedhim çka po dojmë. A mendon Ardian që ndoshta fama në ditët e sotme është më e rëndësishme se sa një diplomë në biznes? Diploma është veç letër, edhe unë gjithmonë e kam pas këtë ide, bile diplomën time të MBA-t e fatalon ja 2 muaj në tavolinë, edhe tani asistentja pat marrë pat shti dikon, e dojsha me bo beje që pasha zotin se diku e kam diplomën. Edhe mu dasht BÇK-ja ma lypi për një rast që isha në bord më ftun të një kompanije, edhe së në gjejsha, edhe mu dasht me porosit me pagu 450 euro në Sloveni për me maqu kopjen e diplomës. Po, unë me atë mesazh fundosh me thonë që ajo është veç letër, edhe shembull ka institucione publike ose kështu që duhet si kërkesë me pas diplomë si letër, po përndryshe në çfarë do profesioni, do më thonë është sa je ti i përgatitën. Sa je i përgatitën në aspektin personal, do më thonë si ke zhvillu aftësitë tua, aftësitë e hulumtimit, aftësitë e komunikimit, do më thonë verbal apo me shkrim, aftësitë e organizimit, përballimin e stresit, e tjerë, punën ekipore, komunikimin, marrëdhënien ndërnjerëzore, domethënë nga vetë natyra vijnë edhe zvinë se na në mënyrë lindim edhe ndikohemi, marrohemi edhe pa vetdije, domethënë Ta gjëra që ndodhin. nga familja, nga rrethi, nga ku kemi qenë, shkollat, ajo kjo shoqënia, po tani është edhe pjesa ku me vetdije mësojmë. Domethënë me vetdije i caktojmë qëllimet për gjanat që dojmë me i mësu, për aftësitë që dojmë me i përmirësu, sepse çdo aftësi është e mësueshme. Domethënë mundemi me pas një aftësi 0%, 0, me qenë katastrofë sa i përket çasoj aftësie, edhe tu lexu rreth asoj aftësie, tu mësu, tu fillu me e praktiku, e bën 1%, 2%, 10%, 30%, 50%, 100%, edhe bëhet veti, bëhet pjesë e jotja. Kështu që çdo aftësi është e mësueshme dhe çdo njohuri është e mësueshme. Mjafton na me pas të qartë se çka po dojmë me mësu dhe cilat aftësi po dojmë me i zhvillu. Kemi një vetdije. Edhe domethënë po. Ti po ndajemi pak të duplexit të biznes. Domethënë po i përmend tu veti që ndoshta i ke aftësu të vetja jote edhe ndoshta ke ndalë shpesh vetën, sa është të vështirë veç qenë menaxher në jetën për jemi një ambient natë i rrethuar nga të ndime të shumta në fakt, ndoshta vajza të bukura, pije alkolike, pastaj substanca të tjera të cilat janë në një formë apo tjetër rrezik, jo vetëm në punë por edhe në rrethën shoqëror. Sa është të vështirë me menaxhu dhe me mbajt balancën Ardianin në fakt në këtë ose në këtë industri? Po, më varet e para çfarë fokusi ki. Apo do të më qenë udhëheci, në këtë rast pronari apo menaxheri, apo do të më qenë klienti. Tash shumica ose më thëmë shumica, po shumë njerëz harrojnë që janë në udhëheci edhe bëhen klienti. Shkon me pi, edhe zin munal, fillon me përdor substanca e kështu me radhë. Unë domethënë që prej fillimit e kam pas shumë të qartë se nuk do t'jem klienti, po do t'jem udhëheci. Edhe kur në jetën time s'kam përdor as marijuan, as drog, as hapa qysh janë ato 100 lloje, sepse e para kam qenë në punë. E dyta, edhe para se me pas duplexin, domethënë gjithmonë kam thënë që nuk më duhet mu as një substancë jashtme, as alkool, për me me u duk ma cool, ma i guximshëm për me u lidh me një vajzë e kështu me radhë. Kështu që në mënyrë nuk kam qenë kur pjesë e asaj pjese. A duhet tash të jesh një karakter i fortë apo të
vetëdijsosh edhe ta din me gjetë vetën se nuk je një klient, po je një udhëheqës. Për gjithë ata që na ndjekin edhe janë gjenerate e re dhe dojnë ndoshta me nis një biznes në gastronomi, cili do ishte mesazhi që do ju thoje që me qenë domethënë e i vendosur edhe me vetdije që mos me ndiku ndoshta nga rrethonat, siç janë të ndryshme, shoqënia më cool ose këto të tjera që edhe ndikojnë. Po, mendoj që pjesa e karakterit është pjesa më e rëndësishme, mirë po, edhe ata që nuk e kanë karakterin, edhe që munden me bo në i gabim, mirë është me reflektu, edhe me mësu prej atij gabimit, për shembull, e din që nuk do të me u pjav edhe me hup vetdijen, sepse çatëherë të vjedhin punëtorët, çatëherë nuk mundesh me u ballafaqu me situata. Shembull në një diskotek mundet me pas edhe njerëz tjerë të pitë edhe që munden me u kacafyt, me u ra, ose po, e ti nëse si e këfjell vet, qysh ke me reagu me majt situatën në kontroll. Kështu që nëse i ndodh që është persone, mirë është me reflektu edhe me thonë nuk kam me bënë më këte, se ndullen senet pi kontroll. Kusti klient, Andian, a do shkojnë duplex, nëse një natë ke zgjedhur me dalë si klient në Kosovë, apo në njërin prej klubeve tjera të Prishtinës? Po, zakonisht të më thonë, fillimisht shkaku i punës, po e dyta edhe shkaku që për një me besoj në duplex, shumicën e kohës kam dalë në duplex, raste të ralla, kur kam pas ndaj përvjetor, do më thonë kam shku edhe të tjerët, sepse me gjithatë këtu jetojmë, jemi konkurent, po jemi edhe miq, edhe i kam vizitu kohë pas kohë, po shumë rallë. Në biznes, nëse produkti apo shërbimi që e ofron ti nuk e blen ti, do të thonë është shumë vështirë me shit për të tjerët. Kështu që nëse ti nuk beson, do të thonë të tjerët. Po. Firardian po e përmend që duplexi tash në 19 vite vazhdon me qenë ndoshta një prej klubeve më të frekuentuara të Prishtinës. Nëse nuk do kishe buxhet për marketing, a mendon se do e kishte suksesin e njëjtë ndoshta duplexi? Po, marketingu është e rëndësishëm, domethënë po nuk është gjithçka. E para, domethënë do të më qenë ambienti mrena, ka më qenë ambienti mirë, me qenë shërbimi i mirë, me qenë zërimi i mirë, pastaj me qenë programi i mirë, e tani në fund është marketingu. Marketingu e ndihmon, po nuk është gjithçka. Po. A koha ne jemi mësu, në fakt koha 5 vite ndoshta prej para pandemisë që nuk është që i kanë frekuentuar rregullisht jetën e natës, po para pandemisë po, unë me thonë me shoqet që kemi dalë shumë më shpesh. A ka luajtur rol kjo faza e pandemisë që njerëzit me ndiku që mos me pas një perceptim më ndryshe ndoshta për jetën e natës? Po. Ka një ndryshim që po, dalin më pak, po në ndikim datat e para i kam bënë në duplex edhe në zone club. Edhe për shkak të reputacionit ton, po edhe për vete, të më thënë, ka ndosh me fillu të ne, edhe pasaj me shku në qytetet tjera, në klubet tjera, kështu me radhë. Dhe këta individ që u futën në treg, pa e njoft si treg, për me ju shku aty në ma herët, të më thënë, i paguishin herë 2, herë 3. Në fakt, i farforme ka dëmtu. Po, e kjo ai ka dëmtu artistat mas fare, se në një afat shkurt, normal që kanë fitu ma tepër, po tash edhe artistat po fitojnë ma pak, se po ka vende ma pak, ka kluba shumë ma pak, në qytetet tjera nuk ekzistojnë. Ndoshta Gate Club, që tash edhe nuk është. Jo, nuk është Gate Club, ka qenë Venomi. Venomi, okay. Edhe Gate Club ka bo loja tjera, po it's okay. Pastaj edhe në qytetet tjera njëjtë u bon disa investime prej njerëzve që nuk e njohin këtë industri. A mendon që këtë vit shembull verës do të ketë më shumë stabilitet te kjo është pjesa e pagesave dhe këtyre ndoshta lojrave, po themi? Ish dasht me pas, po disa njerëz nuk mushën vend, edhe derisa të dështojnë komplet, i më shojnë murit me kry. Mirë. Për mi përmend 3 emra të 3 artistëve, si që është Ledri Vulja, Noizi apo Moziko.
Cili prej tyre sjell më shumë atmosferë kur performon në Duplex ose ndoshta ka audiencë më të madhe? Po secili është i veçantë në mënyrën e vet, domethënë këta të tre sjellin. Tek Ledri ndoshta vijnë pak më shumë vajza, shkaku që është ma romantik. Po, Noise sjell Ma shumë për histori dashurie. Po. Noise sjell më shumë asaj që kanë qef me jetu kështu rich life me u ndje gangstera. Jo që janë domosdoshmërisht, po kanë qef me ndje. Muziku e ka një kështu mix, të tre mendoj që janë artistat mirë, kështu që po janë të veçantë. Kur jemi te këto gangsterat e këto që i shohim ndoshta kur dalim mbrëmjeve të natës, a ka hipokrizi po them ashtu në botën e klubeve, njerëz që vinë për të treguar ndoshta që kanë shumë luks ose po bëjnë një jetë luksoze? Ka njerëz të tillë edhe it's okay se në mënyrë dikush e bën veç për veti, veç për me u ndi mirë, dikush e bën për marketing, për me u fol që filoni harxhej çikaç, çelë shishe. Dikujt edhe i duhet, e ka pjesë të strategjisë marketingut, qoftë personale, qoftë për biznes. Po, se është e konvenueshme për ndërmjetën. Po, definitivisht. Megjithatë, diskotekat janë medium, është media. Është platformë mediatike me çujt ku çka shihet, po, definitivisht. Njerëz njihen në platforma. Po është çështu? Edhe për njerëzit, edhe për brandet. Për shembull me brandet të cilat punojnë, ata e dinë, kanë buxhet marketingut për horeka. Që është medium. A është e njëjta, a ndodh e njëjta edhe në vende të tjera? Sepse unë mendoj që kur dalim jashtë vendit, ndoshta pse na ndjehemi që nuk e njohim askën, njerëzit më shumë kënaqen edhe nuk kanë komplekse për me pas se cilat avolin po shihet me tjetrën avolin. Ndërsa të na është një farë lloj konkurrence. Do me thonë si në media që njerëz kompleksohen edhe shtyhen se kush po porositet më shumë. Jo, unë mendoj që është njëjtë, po për shembull na nuk i njohim ata jashtë, kurse ata që janë lokal nërmes vete njihen, edhe i çojnë mesazhe njëri tjetrit indirekt. Sa nuk vrej. Po. Mirë. A ka artist që nuk e ke ftu asnjëherë, ndoshta jo pse ty nuk të pëlqejnë, po thjesht nuk përshtaten me frymën e të Duplex-it? Më pëlqen edhe muzika klasike, po. Nuk përshtatet. Nuk përshtatet, që jeni va mulën, se kemi ftu, po. Nashta na herë. Ndron. Se di. Ja nisëm me na pëlqej pak më shumë kë klasik. Dikush për shembull i muzikës rap, po më intereson me di ose hip hop. Rap ose hip hop. Përbes nuk po më kujtohet. Nuk po të kujtohet për Fero, a ka qenë? Fero ka qenë para shumë viteve, në fillimet e karrierës tij, ka qenë edhe Fero. Fero ka bërë një thirrje në fakt kohën e fillit që mos më rikthy në muzikë, edhe ka qenë shumë kundër për shkak të fesë dhe orientimit të tij për një kohë caktuar, por tash ka bërë një farë rikthimi. A mendon që Verës do të mbushë koncertin ka Fero? Po më varet si e menaxhon situatën deri atëherë, a krijon asë ndjenje ku njerëzit dojnë me pa të rikthyer, apo nuk e menaxhon mirë. Ka artista që kanë bërë pauza për x arsye, sidomos artistët femra kur kanë lind, edhe që nuk kanë mujt me u rikthy më së miri. Ka edhe artista që për x arsye tjera nuk kanë mujt me u rikthy më së miri, dhe ata nuk janë përshtat që thamë dhe nuk kanë bjetu. Tash krejt në varet prej ti, me thënë dëgjova, do me thënë ka fillu bashkëpunim me Renar Kekolin, që ka qenë menaxheri Tajnës, tash është menaxheri Janina, po, ashtu. Renori, do me thënë, e njeh punën, e njeh tregun, e njeh pronar të diskotekave, kështu që mundën me pas sukses, e njeh pjesën e krijimit të muzikës. Kur jemi të femrat, cilë artiste, Kida Tajna apo ndoshta Dafina Zeçiri mendon se është më lidhur jo vetëm për show, por ka lidhje më shumë me publikun. Si e ke pati këtë pjesë? Mendoj që Dafina është, domethënë, krejt tjetër nivel. Edhe Tajna, po Tajna i ka pas kështu ulje ngritje. Dafina, para se me shku në Amerikë, ka qenë në formë të mirë,
shkoj në Amerikë, atje punoj shumë, po nuk mujtë me i arrit ato qëllimet e veta që i pat, mirë po, mendoj që çaj eksperiencë ka ndihmu shumë për me u rikthy këtu, edhe pastaj ka qenë këtë tjetër nivel, edhe në skenë është fantastike. Në fakt, lidhje në fakt për vetë. Definitivisht, është super artiste kështu. Po mirë, a thua sinqerisht cila ka qenë ndoshta performanca më zgjenuese që ti ke pa? Aja ka pas shumë followers, ta shumë djekst, shumë klikime, se tash dihet që edhe ndoshta din në një farë punë klikime, po si performancë ka qenë zgjenuese? Përbes, nuk është që po më kujtohet, tash mundet me qenë performanca në skenë, mundet me qenë performanca sa i përket sasia e njerëzve, ose edhe shitja. Unë zakonisht rri në zyre, domethënë nuk është që rri aty, si jam pjesë e klientave, si jam klient, po domethënë ka pas raste ku kemi pas 2 artista për shembull, edhe që me pazar s'kemi qenë, edhe kjo është realisht ai problemi më aktual në industrinë tonë për momente, se çmimet e artistave janë shumë të mëdha, kurse këndojnë playback, po domethënë bizneset, diskotekat në këtë rast, domethënë nuk e kanë shitjen më të madhe se sa kosta. Edhe nëse Duplex domethënë ka një kohë që i kemi ndalë artistët, punojmë veç me DJ, e kemi edhe përparësinë që jemi në mes të qytetit, e kështu me radhë, po domethënë pa u stabilizu tregu me çmimet të artistave, domethënë nuk do t'i ftojmë artistat. Artistët, do të thonë, po mendoni që ndoshta verës me pas më pak artista në shumë DJ? Nëse mirëm i vesh me artista për çmime. Mirë. Ka zëre që thonë se disa emra të ri, shambull, si Don Johnny dhe Butrin Timiri kërkojnë pikërisht to pagesat e larta, siç po përmend edhe ti, por nuk sjellin në atmosferën që e premtojnë. Edhe këta dy, domethënë si shumica e artistave tjerë, domethënë duhet me ullë çmimet për me pas llogari diskotekat me punu, se ç'a ndodh. Domethënë shkaku i çmimet aty ne duhet me i rrit çmimin e biletave, duhet me i rrit çmimin e pijeve. Kush po dëmtohet? Klienti. Kështu që domethënë për çat arsye edhe një pjesë e klientave nuk vinë, se thonë sa i harxoj 200 euro në Duplex për shkojnë në Barcellonë. Po, sakt. Për shkojnë Celalek. Një farë forme po zbehet jeta e natës. Edhe për neve, domethënë unë i kam edhe 10 biznese të tjera, total 11, kështu që nuk jes pa punë, po çka kanë me bë artistat. Artistat, po e vërtetë, nëse bojkotohen, nëse nuk domethënë përveç që nuk i thrasin diskoteka, edhe dëgjueshmëria ju bën, edhe viewsat ju bën, edhe mendojnë se me këto viewsat pak a po me viewsat, po nuk nëse ta marrin i nati, as nuk ngojnë. Nuk ngojnë më. Mirë, po pikërisht për këta artista që përveç çmimeve të larta kanë edhe shumë kapriço, ndoshta shumë kërkesa. Cila ka qenë një rast që ty të ka bërë përshtypje ndaj kërkesë jashtëzakonshme në artistë, që ka kërku diçka? Ka. Ja, na zakonisht i kemi prit shumë mirë, domethënë jemi të partë që kemi pas super mirë atë dhomën e artistave. Shpesh ju kemi porosit sushi me anije prej sushi kos. Tani jo pije. Po ti çka interesante kështu s'ka pas? Jo, amra, nuk ka nevojë me amra. Kemi pas shisha ka lyp. Mos gabofsha noizin herë, mos gabofsha noizi ka qenë. Në performanca atë? Jo, te dhoma e pritjes, te dhoma e artistave, edhe fat që ishin qelë në qatë kohë, edhe jasëllë, nduket që noizi ka qenë. Nduket. Po, okej. Si është Ardian, për fund me që jemi edhe drejt fundit të këtij emisioni, si është krahasim tregut rajonal, ndoshta artistët shqiptar, çka të bën ty me i dallu këta, përveç këtyre që i përmendëm, ndoshta pagesat e larta, a mendon që e bojnë një marketing të tepruar edhe ndoshta nuk e mbushin edhe aq shumë skenën? Ka shumë pak, edhe në një intervistë të fundit të Meriton Mjekiçi, Soni Mala ka deklaruar që shumë pak artista në përgjithësi edhe në Kosovë dhe Shqipëri këndojnë live. Domethënë përveç këtyre pagesave që i kërkojnë të larta, edhe nuk këndojnë live. Çka shet diçka ndryshe që nuk kanë artistët shqiptar? Po
Përpara na për shembull i kemi qujt çmime shumë të larta 20.000-25.000 të exhibit që ka qenë, domethënë yll botëror që ka qenë në Prishtinë. Basta Rhymes e këta, domethënë që janë yje botërore. Kështu që para ata kanë qenë po për shqiptar me treg kaq të vogël 20.000, 25.000 janë edhe për 30 minuta playback. Domethënë është e pajustifikueshme. Janë pintat që ata e kanë edhe playbackun që i përcjell, po që për një me këndojnë. Noisy shumicën e herëve këndon mirë, të tjerët domethënë shumë më pak. Flori Mumajesi ka këndu, e kalon shpirtin s'ken, njerë bashkë pa matë kështu, kanë pas këndu 2 ore 40 minuta, domethënë edhe ju them shpesh artistave që ju po këndoni për audiencën e juaj. Kështu që ata duhet me jemi të teknika, se njerëz shumica artistëve tash po hezitojnë me këndu live, apo cilat janë arsimet? Një pjesë nuk janë të përgatitur, se në studio rregullohet zoni shumë më lehtë, edhe nuk janë bashkë të përgatitur, një pjesë tani edhe lodhen. Tani ajo shme thonë grid që për vjen shqip lakmia e madhe për ishten me i bo ka 2-3 evente mrena natës që udhtojnë prej një qyteti në një qytet tjetër, që është edhe super rrezik. Për shembull ndodh edhe dimnit, çat periudhës vitit të ri që vjen prej Prizrenit në Prishtinë ose prej Gjilanit në Prishtinë, edhe duhet me mbri për 1 orë. Domethënë një aksident edhe munden me hup jetën e si vyn hiç ato pare shtesë që i merr. E tani edhe lodhen. Kështu që ajo. Tani pjesa tjetër për shembull që tham në shumë qytete u patën hap shumë diskoteka dhe të mendu që po fitohet ekstrem shumë, tash mundet me u fitu kur ka më pak, po kur ka shumë konkurrencë, jo. Edhe pastaj këto gabimet që bëjnë artistët që bëjnë ka 2 data për shembull, ose 3 data, sa vjen ai prej Mitrovicës, prej Vushtrrisë në Prishtinë, ai rren atje, kështu që dëmtohen krejt palët. Domethënë krejt kjo ka ardhur prej artistëve, kjo është mendimi im. Nashti artistat keq menaxhimi ndryshë, po. Keq menaxhimi, tani pak lakmia dhe menaxherave të tyre, se edhe menaxherat po dojnë me vozit të lëvareve të ure luksu, ose kanë marak. Mirë, unë po uroj që deri verës të bresim pak përsëritje dhe ndoshta të kemi mundësi me dalje me shiju më shumë të muzikë live. Uroj. Sa me këto play. Uroj, krejt mbarë prej artistare. Kështu që nëse jemi edhe nga përmbyllje, një pyetje të fundit, mos me ikë kësaj teme me përmbyll, po të mos ishte Instagrami, edhe rrjetet sociale, a do të ishte Duplexi siç është sot? Po Duplexi ka fillu para Instagramit, para Facebookut, ka fillu kur ka qenë high five, po s'kemi pas high five. Unë po pas. Do më thonë, ka fillu para smartphone-it, se ne kemi fillu në 2006, Apple ka dalë, iPhone-i ka dalë në 2007. Okej, një vit parë. Po. Mira, Ardianon të falenderoj shumë që sot gjete kohë qesh së bashku me ne në distrikt. Edhe po e përmbylli me urimin që gjithçka të shkojmë mbarë edhe në Duplex dhe viteve të tashme të dëgjojmë më shumë muzikë live ndoshta se sa playback. Faleminderit edhe për ftesën edhe shumë suksese, u kënaqa shumë sot. Faleminderit shumë. Mirë të dashur, këtu po e përmbyllim këtë edicion të emisionit Distrikt. Ju vazhdoni të ndiqni kanalin ton, tash është epizodi i parë në Distrikt. Ne do vazhdojmë të shoqërojmë me tema të ndryshme, kryesisht të showbizit, por jo vetëm në kanalin YouTube, por edhe në të gjitha platformat e rrjeteve sociale. Shihemi të dielën e ardhshme, deri atëherë mirëmbëjtje.